Për herë të parë, krijohet një mundësi që vetë produkti bujqësor të fitojë vlerë ekonomike përpara se të shitet në treg. Kjo do të thotë se fermieri nuk do ta shohë më prodhimin vetëm si burim të ardhurash në fund të sezonit, por dhe si një aset që mund të ndihmojë dhe të financojë inputet apo mbështetjen ekonomike gjatë procesit së prodhimit. Projekliqi mbështetet mbi dy instrument kryesor. I pari është dëftesa tregtare mbi produktin bujqësor të ardhshëm, ndërsa instrumenti i dytë është dëftesa tregtare mbi produktin bujqësor të magazinuar. Në këtë rast, produkti që është prodhuar dhe depozituar në magazin mund përdoret si kolateral për financim. Dhe në këtë mënyrë, ligji mbulon gjithë ciklin ekonomik të prodhimit bujqësor nga mbjellja deri te shitja e produktit. Njërisi tjetër e rëndësishme është që i gjithë ky mekanizëm do të furnizojë në mënyrë elektronike nëpërmjet portalit e-Albania, duke garantuar procedurat thjeshta, transparente dhe të aksesueshme për gjithë përdoruesit. Dëftesat do të regjistrohen në një regjistër elektronik të posaçëm dhe do të lidhen me regjistrin e barave siguruese, duke krijuar sigurisht dhe siguri juridike dhe duke shmangur përdorimin e shumëfishtë të njëjtin kolateral. Po aq i rëndësishëm është dhe fakti që dëftesa tregtare përbën titull ekzekutiv, çka do të thotë se të drejtat dhe detyrimet e palëve mbështeten mbi një mekanizëm qartë ligjor, duke rritur sigurinë e marrëdhënieve financiare dhe krijuar më shumë besim për fermierin, ashtu edhe për subjektin që ofron financim. Ky projektligj synon të krijojë një mjedis më të sigurt për investimet në bujqësi, të forcojë besimin nëpërmjet aktorëve të tregut dhe të lehtësojë aksesin për financim për një sektor që vazhdon të përballet me sfida të veçanta. Po kështu, parashikohen një mekanizëm për monitorimin e kolateralit, ku përmbushjen e detyrimeve dhe zgjedhjen e mosmarrëveshjeve, duke garantuar që instrumenti të funksionojë në mënyrë të sigurt dhe balancuar për të gjitha palët. Përfituesit e këtij projektligji janë të shumtë. Përfituesi i parë është fermieri shqiptar, gjithashtu furnizuesi i inputeve, grumulluesi, përpunuesi dhe eksportuesi, të cilët do të zhvillojnë marrëdhënie kontraktore më të sigurta dhe më të strukturuara me fermerët, duke ulur pasigurinë dhe duke rritur bashkëpunimin përgjatë gjithë zinxhirit agro-ushqimor. Përfitojnë instrumente financiar, pasi krijohet një instrument i qartë dhe i mbështetur në ligj, që i jep më shumë garanci në financimin e sektorit bujqësor. Por në fund përfiton i gjithë ekonomia shqiptare. Ky projektligj është gjithashtu në përputhje me objektivat tonë për modernizimin e bujqësisë dhe afrimin e saj me praktikat e mira europiane. Në të gjithë Bashkimin Evropian, zhvillimi i sektorit nuk mbështet vetëm subvencionet, por edhe instrumentet financiare që krijojnë besim në treg dhe lehtësojnë investimet private. Ky projektligj plotson një hallkë deri më sot ku ka munguar. Ai krijon një instrument që forcon marrëdhëniet ekonomike, lehtëson financimin dhe i jep më shumë siguri të gjithë aktorëve që operojnë në bujqësi. Për këtë arsye, ju kërkoj mbështetjen e këtij projektligji. Prandaj, nëse duam të bëjmë diçka dhe të japim sukses kësaj skeme që po miratojmë sot me ligj, do duhet që ta nisim nga aja, nga sistemi fiskal që kemi për prodhimin bujqësor dhe për produktet bujqësore. Nëse s'bëjmë këtë, ky ligj ka dështuar që tani. E votojmë ne, se votojmë ne, është një histori tjetër, po është i dështuar eksaktësisht për këtë gjë. E dyta gjë që duhet bërë, dhe duhet bërë shumë qartë, duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore, nga grumbulluesi, nga eksportuesi, dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur zotruesi i inputeve bujqësore, apo grumbulluesi, apo eksportuesi, janë të tre bashkë, e në krahun tjetër janë dhe prodhues, siç është rasti i imshës, me 200, me 300 hektar, ajo do të ndodhë që shkruar këtu. Në atë mesazhin atyre bujqëve të imshtës, që çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët, se nuk është çmendur asnjë grumbullues, asnjë eksportues të blejë me çmim të lartë. Jo, do të blejë me çmim të ulët për fituar gjithnjë më shumë. Shpreha që përdoret sot nga këta, nga ky grup i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek, apo jo? Jo,
po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Kjo është marrëdhënia tregtare sot. Bëjmë mirë që ta ligjërojmë. Bëjmë mirë që ta legjitimojmë. Dhe ligjërimi, legjitimimi bëjnë atë që është themelore. Mbrojmë bujkun dhe mbrojmë prodhimin e tij. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbrojë bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun. Nuk rregullojmë sistemin fiskal dhe nuk mbrojmë bujqit nga fillimi, nga financimi i prodhimit të tij e deri në fund. Raste suksesi ka, por raste që ka nevojë të trajtohen për t'u zhbërë, sepse janë pjesa e abuzimit me bujkun, edhe me djersën edhe mundin e tij, patjetër që janë aty, duhen zhbërë sa më parë tjetër mundur me qëllim që bujqit marrin frymë.